U ktheva nga Rijeka Jugosllavisë. Gani Kadria, po i them emra sot, burri zonjës i vodhi parat e Shqipërisë, Gjallëzës së Shemsie Kadria. Gani Kadria ishte zëvendës atashe ushtarak, zëvendës atashe tregtar në Rijekën e Jugosllavisë. Atasheu ishte Ministrisë Transportit, varet nga Luan Babametua, nësa Gani Kadria kishte marrë shkollën e zbulimit politik dhe kishin emëruar atje, po ishte zbulimit. Po? Kjo, Gani Kadria ishte i pamsh me gjithë zonjën e tij. Shemsie. Unë vajta në Rijeka Jugosllavisë sepse në kishte ardhur informacion që 2 kryqëzor dhe një nëndvese ruse do nishin nga Sevastopoli për Rijeka Jugosllavisë. Dhe dha urdhë Kadriazbiu në thirrje dhe me një mjet të tregtisë tregtare u vajta në Rijeka Jugosllavisë, me një tjetër. E realizoi misionin shumë herë ato, anitët, çdo gjë bën shkëlqyer. Dhe u ktheva në Shqipëri, natyrisht ki parasysh që dorëzova informacionin, u kishte dorë me shifër, gjithat kryesore. Pastaj dha informacionin, mas 2 ditësh merr telefon sekretari i ministrit shpinë, thotë mund të kërkon ministri. Dhe shkova, dërguar makinë po shkova atje, sa vajta unë në paradhomën e ministrit, drejtori kundër zbulimit të ushtrisë. Kadriu gjithmonë, ëh? Kadriu në zyrë, drejtori kundër zbulimit në paradhomë. Më pashu ka diçka. Hyra brenda unë, Kadriazbiu rëni floktu dhe bënte cigaren kështu. I fola unë s'u fare. Ullum tha mua, ja t'jo këtu, zyre madhe këtu. Nuk fërë tha mua, edhe pse je një nga zbulusit më të vlerësuar, është djegë të tjerët, unë kësha ngjilet e shokët. Ke shkel shumë rënë sekretin shtetëror. Prandaj e pash më shumë edhe imbje. Masi dhe një pak i thash, unë kam një eksperiencë i thash shumë të gjatë dhe di mjaft mirë ruajtjen e sekretit shtetëror. Prandaj nuk qëndron. I lutem shumë më thoni kush shkel sekretin shtetëror dhe kush ka formuar. Ama ki parasysh tani ti që shokët mi parë dhe ishin arrestuar. Të tjerë që dënuar. Unë e prisja unë pash këtu vetë erdhi fundi, si shumë të tjerë. Edhe kështu, jone, purërisht pa aman edhe duke menduar shumë thellë. Ishin brapa familja, vëllezër, gjithë këto apo jo. Tha po tha. Ti je zbuluar, tha që je zbuluar ushtarak e shtetit. Nga veprimet ke bërë ti. Pa punë, mandi tek Gani Kadria. Gani Kadria më njëse distancë, ai zbuli politiku, zbuli ushtarak. Kur kaloi në Kosovë unë, ai ka qenë kamarie në turizëm në Kuks. Se futi kamarit zbulit sigurim. Ati isha njën para, dhe pasaj distancë. Mendova mos ka dërgo kjo informacion linje tjera. Nuk jam dakord, thash është shpifja. Po ti thosh ati shpifja. Ai prapë vazhdon cigaren që bënde vetë. Ngërti kohën pa mera telefonit, thirrje ditore zbulimit. Njerëz pa besë. Ndonjëherë edhe midis zbulimit ka patur. Erdhi heshtë e madhe. Edhe unë, e pasi do ka i thash, ku e dija unë që kështë filluar lufta në bërë politike me rrogje këtia. Mas rrëtëmime të shëllë, kështë filluar probleme këtia. Dhe i them unë, komandanti i përgjithshëm, unë po të vetë tani pret për njëherë. Me aftu të rëkshim dokument specialeve. Jo, që komandant i përgjithshëm, ku e dija unë, unë të zëmë. Pa shoj, thava. I tha tia, ndroj ata, i tha. Pa ata që kështë spionuar për mua, i kësha mbështetës. O si ndroj ata, tha. Ja bërë kështu. Unë i ka pa të fare dola, asa të jemi në pashim, asë dhe të në zbulimit, anë dhe emisit e brëshme. Takova njëri po skutim, ku të qëndror, tha. Anë dhe ku të qëndror. Kem kalu probleme dha shumë ti. Vajta atje, më zora dokumentin. Haxhi Kroj lartë. Sekretari. Me njëherë. Sa mërë shkushisha unë, pyte fare, vajta atje unë, priti shumë mirë. Enveri? Jo, Enveri që të ishë Haxhi Kroj. Nuk ishe fare Enveri, Haxhi Kroj. Vetëm Haxhiu, sekretari. Enveri nuk ishe në zyrë. Edhe i them, ka marrë të komandantin. Si që të problem, ja shpegova kështu. Dori nga zyra dhe u këthuj mas ditë në të zyrë. Më tha mua, ju i një herojnë të heshtur. Heshtësia ju të vazhdojnë përkohësisht. Ke në njëri jashtë Tirane që të vetë, pra ishte të diskutuar arrestimi. Dina po jo, po kam. Dërguam, nuk po them vendin,
dhanë makinë dhe unë ika jashtë Tiranës atë natë. Pa ditë familjem ku ndodhesha. Wow. Si jo, ishe gatërësimi. Dhe tha mua, dha telefon e tia. Do marrësh telefon dhe çdo mjesta. Mora telefon ditën e dytë, tha, ktheu në Tiranë, tha mua. Unë ktheva në Tiranë dhe Kadria Zblyk kishte nxjerrë urdhrin të nisesha urgjent për në Konstanca të Rumanisë. Ai tjetri ishte zhdukur. Që më kishte vënë fund, kishte vënë tjetër në shtetin tim. Ama ishte burror. Burror, ëh? Burror. Ka ardhur keq kur morë vesh u përshkatuar? Detyrimisht, sepse unë kisha bidjen time që armik nuk ishte, sepse i dashur gazetar, ashtu si i bën intervistë gazetar, unë di shumë mirë procedurat. Të bësh agent, do hedhësh firmën që pranove se i agent. Se pa firma, i së vëdu të lakur gryk. Do hedhësh firmën, pranosh i agent. Që pranove agent, çfarë do bësh? Do marrësh parat. Kur me parat, do hedhësh firmën. Do marrësh informacion, do hedhësh firmën, 3 firma. As me Sheu, as Kadria Zblyk, s'kan as i dokument. Edhe sot, si Amerikanë e kënë ndjekun, edhe ajo atër, nuk ka as i dokument për të ja do të pyes. Foto tjetër? Gaboj ky i pari në raport me të tjerët. Pse ban me atër? Pse gaboj? Ai ka vrarë? Unë e them më butë. Po pse thua më butë? Se nuk është fusha ime të emërtimit të tillë, jam fushën ime e jap të saktë, nëse aty rrimi më i kujdesshëm. Një përcaktim për të 3 këta sipas renditjes së atij pushteti, Enver Hoxha, Mehmet Sheu, Yustin Kapa. Dhe filloj nga fundi. Patrioti yt? Jo, i Shqipërisë. S'merrem me krajina unë. E vlerëson? Shumë. A ishte diplomat. Unë kam lexuar... Ishte komunist dhe ai që instaloi pushteti i regjimit komunist. Tjetër punë, po ishte buta, nuk ishte agresiv ai. Kam lexuar dhe qenë ti ambasador në Beograd. Me shumë vlera. Ka vlera? Me shumë vlera. Çka ka bërë? Ai ki parasysh në çfarë pozicioni ishte Shqipëria me Jugosllavinë, Jugosllavi me Shqipërinë. Jo, çfarë arriti? Çfarë vlere? Çfarë arritje ai të bëj? Mbajtja e kulmeve domosdoshme nuk e nxiti Shqipërinë me gabim të rënda. Mehmet Sheu, se do flasim veçanti për Mehmetin. Gjigant ushtarak dhe ekonomik. Gjigant? Ai e ndërtoi ekonominë dhe mbrojtjen e Shqipërisë. Sepse ai ishte më i arsimur nga këta. Mbaruar shkollat ushtarake në Itali, mbaruar universitetin, ato akademinë në Rusi, shefi shtabit të përgjithshëm, ministri punë brendshme. Për të qenë konkret dhe të saktë, Harry Fulcin, akademinë Itali, dhe nuk e kishte marrë diplomën, e mori diplomën në akademinë ruse në Moskë me temën, duke mbrojtur temën lufta për çlimin e Tiranës, sepse duke bërë librin e kryeministrave e kam gjetur diplomën e tij. I vetmi që fliste anglisht. Të jemi të matur dhe të kujdesshëm me asnjë lloj ekstremizmi. Shumë mirë. Mehmet Sheu ka qenë figura më e rëndësishme atë sistemin e ndërtimit e shtetit për ekonominë dhe mbrojtjen e vendit. I kishte duar të luajë me gjak? Gjatë luftës nuk bën analizën, patjetër nuk e pa. Po pas luftës? Pas luftës i vriste e kishte gjykat. E prokurori. Ja dhe ka eliminuar, se Ylli Bufi thot babain tim është vërtetuar me vendim gjykate që më ka vrarë Mehmet Sheu. Atë ka vrarë ai polici ka ardhur me të se ka vrarë Mehmet Sheu me pistolet. Ka vendosur gjykata ka vrarë polici. Ti jemi shumë kujdesshëm. Jo, ai nuk e shpjegon kështu, po e ka përcjell. Enver Hoxha? Kaloi ekstremin, sidomos në vitin 72, kaloi ekstremin dhe futi vllazërasin në byrë politike. Shkatërimi i Shqipërisë. E shkatëroi Shqipërinë. Masha dhe dyshit. Foto tjetër. Tani këtë foto besoj se ke parë ndonjëherë. Çfarë foto është? Mehmet Sheu, ai mbrapa shefi shtabit, ai është Raman Parlaku andaj. Raman Parlaku fitoi gjyqi i dhurua 20 ditë burg. Petri Dume ai mbrapa. Heronj. Këtu është në Pashaliman në një nga ato inkursionet e vetëm Mehmet Sheu i veshur kryeministër i veshur ushtarak. Në Sazan, më fal. Komandanti i flotës detare Abdimati, Petri Dume mbrapa dhe Raman Parlaku dhe Ziqiri Mero në 65. Po. Kishte shtet. Ishim në vërtet të fortë që ta mbronim Shqipërinë apo na glabronin kështu me një. Unë aty kam vënur përbërjen, organizimin, dislokimin dhe forcën ushtarake të Shqipërisë. Po? Ishte shteti në raport me sipërfaqen e popullsinë më i armatosur në rajon. Janë shifrat. Sepse
sepse fillimisht Bashkimi Sovjetik dhe pastaj Kina, Shqipërinë armatosën plotësisht. Janë të gjitha armatimet që kanë sjellur. Të gjitha armatimet. Regjimentin ajror në Rinas, regimentin Pushov. Ne kishim armë municione për të bërë një vit luftë? Më shumë. Më shumë? Më shumë janë shifrat. 5 vjet. Wow. Edhe rezervë ushqimore 5 vjet. Edhe rezervë ushqimore 5 vjet. Në sa sot bazat ushtarake s'kan asgjë. Prit, ta them edhe se unë e dija një vit. Domethënë ju jeni duke thënë se unë besoj asaj që thoni ju se ju. A shikon sa milion fishe kanë qenë pe shifra. Po, i lexova një tabelat. Një nga 1 milion. Domethënë ne kishim armë dhe municione dhe rezerva ushqimore për 5 vjet. Për 5 vjet. Dhe kishim dhe kishim mbrojtje të gjithanshme, ajrore, toksore, detare. Kundër ajrore, të shkërqyer. Mos po e hynizon pak se? Jo, as pak. Se tani shqiptarë ishin edhe ata në vitet 60. Ata në vitet 60, po mbrojtja dhe siguria kombëtare ishte plan të parë me çdo gjë në Shqipëri. Dhe investimet të fush ishin kaq të mëdha, prandaj u ndërtuan gjithë ato bunkerë. Po them diçka. Po. Në vitin 1000, në tetor të vitit 1993 ishe në Akademinë e Politikës së Kombëtare në Krah dhe pyeta një profesor për teorinë e rrëshqitjes së Beqipallukut. Po. Dhe pasaj e pash drejt për drejt një stërvitje të madhe në Izmir ku zhvilloi kjo teori. Ajo ka qenë teori e shkëlqyer asaj kohe. E shkëlqyer, ëh? Sepse në qoftë se agresori që të vjen përballë është shumë i fuqishëm në bombardime ajrore që shkrumon çdo gjë në Bregdet, po, duhet të rrihesh Shkodrina, sepse ai ta zgjon përfundimisht dhe pastaj të kalosh prapë në sulmje. Shumë e bukur kjo. Dhe unë ja bëra pyetje sot, dhe ai përgjigj nesër. Dhe shpjegoja kjo. Dhe pastaj një stërvitje të madhe që u bën në Izmir, pas kur vinin trupat komando detare, nga deti me anije, ishim gjithë ata shtruar Bregdet, dhe kur aviacioni bombardoi Bregdetin e Kodrat, po të themte, si mund të ngjelte ushtria Bregdet, dhe mas i bërë këtë bombardim të mas aviacioni, erdhën anije dhe bërë zbarkimin. Tani, kam 3 pyetje që janë konkrete që lidhen me ushtrinë tonë dhe faktin që Mehmet Çeu, se ka qenë dhe ministri i mbrojtjes, dhe faktin që Mehmet Çeu kishte edhe një background ushtarak. E para, si ishte historia e shkeljes së ujrave territoriale shqiptare nga anijet amerikane? Po, anijet amerikane marrëveshje që kishin me Jugosllavinë, shkonin për të vizituar Splitin. Ne kishim ujë territorial distancë 15, kur bota kishte 12. Ky ishte konflikti midis Shqipërisë dhe Amerikës, ka që problem madh shumë. Dhe shteti jonë reagonte dhe çonte vitet 50 kjo? Disa vite vazhdimisht ka që kjo, po ka që 12 tani e kanë. Dhe shteti jonë reagonte dhe ata me radio anije komand, i thoshte anije stilë shqiptare, mos ndërhyni, jemi brenda ligjit, jemi larg 12 që s'kupton apo jo. Dhe Shqipëria këtë ligj e ka ndryshuar në vitin 89, te vitet e kundërshtimeve të tjera. Pra ujërat territoriale se më thonë ndërkombëtar janë 12 kilometra, 12 milje, nuk janë 15. Ne kishim 15. E dyta, Shqipëria dërgoi një grup zbulueshës ushtarak në Vietnam gjatë luftës me SBA në vitin 1966. Po, 12 oficera. Ata përbëheshin nga 9 zbulues, 2 inxhinier, 1 kimist në drejtimin e Spiro Adhamit. Si u trajtuan këta persona? Ç'a ndodhi dhe si? Spiro Adhami ishte zv drejtori i zbulimit ushtarak dhe shefi i dek zbulimit me trupa. Dhe në marrëveshje me Vietnamin dhe shumë vende të tjera, shkuan dhe ndoqën drejt për drejt luftimet që bëheshin në fronte. Dhe ajo eksperiencë që u bë atje kaloi komplet e botuar dhe u fyri dhe në programet ushtarake të Shqipërisë. Po ç'ishte kjo çmenduri që çuan oficerët tanë atje? Po, ajo ishte lufta e tretë kundër Amerikës. Mënyra se bëhet ata dorë mësonin si bëhej agresioni, çfarë përdorshin, cila ishte taktika, cila ishte strategjia, komplet dhe ata i morën dhe Spiro Adhami, nga zëvendësor kaloi komandant e akademisë dhe është hartuesi kryesor i rregulloreve të luftimit dhe me vendim të këshillit të ministrave është i pari profesor doktor ushtarak, Adhami Vesheu. Nuk u ndodhi asgjë ushtarakëve shqiptarë që luftuan? Plagosën 2 veta. U plagosën 2 veta? Plagosën po shpëtuan. Shpëtuan. Më kujtohet, unë kur isha në shkollën Skënderbej, në vit të parë, 82-shin, 82-83 diçka e tillë, vini një grup ushtarakësh nga Vietnami dhe na dhuroi neve aty në shkollë
një cop avioni amerikan që e kishin rrëzuar ata. Po, ekspoze. Po, dhe një rezistencë e jashtëzakonshme. Edhe u bitëm në fakt, po nuk e di do doja sot ta kisha unë atë copën e avionit. Dhe mund ta lojmë. Po ku u mbyll shkolla? Po, u mbyll, mund të kenë arshiva. Tjetra, ju shkruani në këtë libër, që ky është gjëveri, nuk është libër, që Shqipëria dhe ushtria shqiptare ka pasur një plan për ndryrë ushtarakisht për marrjen e Kosovës. Po. Çfarë po mbante ky plan? Dhe na shpjegoj pak këtë. Dhe në cilin vit? Dhe kush hartoi? Kanë qenë 3 veta vetëm që kanë bërë planin. Kush ishin ta? Sëvëndës ministri Mbrojtje, shefi shtabi i përgjithshëm dhe drejtori i zbulimit të materiale. Tani, si quheshin ti themi? Operacioni shpërthimi, jo. Operacioni jo, të lehta. Është sekret? Po nuk është mirë tani. Operacioni shpërthimi. Operacioni shpërthimi u hartua plotësisht me pjesëmarrje masive të forcat armatose të Shqipërisë në kohën që do vdiste Titua dhe lufta do bëjë zënsimin e tij, kjo pritej. Dhe reagimi i do të bëni shqiptarët në Kosovë, në Malëzi dhe në Maqedoni. Plani nuk ishte në Kosovë. Plani ishte që gjithë botra shqiptare, gjithë botra shqiptare të bashkoheshin një. U bë plani. Në Malëzi, në Kosova, Kresheva dhe Maqedoni. Aty janë përcaktuar sa trupa do hyjnë në Kosovë, sa në Malëzi, sa kam parë hartën. Sa të gjitha kam parë hartën. Sa trupa, të gjitha me radhë, kupton apo jo. Dhe masi u diskutua, vetëm koka. Në cilin vit u hartua? Edhe hartua e Enver Hoxha Firmosi. Ruani në zyrën tepër sekrete me 2 kasaforta. 2 kasaforta? Një qelës e mante ministri. 2 kopje? Një qelës e mante ministri. 2 kopje me 1 kopje? Dale. 2 kasaforta, se kasafort me 1 qelës. Një ministri, një shefi shtabit. Shefi shtabit kishte kasafortët tepër se ato materialin, këtu ishte harta. Dhe kur erdhi Safet Xhulali, ministri i Mbrojtjes, hapi kasafortën dot. Njoftuan Kisho Musaqin. Po? Erdhi Kisho Musaq, çështë me vetë, se do të çështë ai. Hapi kasafortën, dorëzoi materialet me protokoll, me firmë, dhe pastaj Kisho Musaq ja tha qofshi mirë. Ky është material eksakt. Ekziston kjo sot në arkiv? Ti e ke parë? E kam parë. Tani çfarë kishte materiali? Materiali ishte komplet organizimi ushtarak i operacion shpërthimi për i marrjen e... Shpërthimi quhej operacion? Shpërthimi, për i marrjen e të asaj amore... Trojve shqiptare, Kosovës dhe rajoneve të tjera shqiptare. Tani, me sa... Ishe mbi 70.000 trupa. 70.000, sa trupa 70.000? Mbi 70.000. Çfarë armësh do përdornin? Të gjitha armë që Shqipëria. Artilleri? Të gjitha armë, të gjitha armë. Të gjitha? Të gjitha armë, tanke, çdo gjë. Tanket? Është komplet gjithë. Këmsori? Tamam operacion ushtarak, mësymës, jo Mbrojtjes, për para Mbrojtjes, mësymës. Për herë të parë ishte ky operacion? Për herë të parë. Pra, hera e parë që Shqipëria lisonë e saja, do ndërhyte në një territor tjetër. Dhe pse shqiptarë, pra kështë marrë tjerët, për shirë me tyre. Tani, mos ishe eufori ky, e arrinim në... As pak. E arrinim? Jo. As pak. Kej parasysh që këtu pritet një krizë e madhe politike brenda Jugosllavisë, që nuk mbaj sa mendohej. Po të ishe bërë një krizë kaq e madhe, do veprohej. Edhe, ky plan është rinovuar dhe gjeneruar fare në vitin 1991 kur bën demonstratat e mëdha në Kosovë dhe hyri me forcë milicia dhe ajo ushtria serbe në Kosovë. Prap është bërë aty kur zbulimi ushtarak në mënyrë të jashtëzakonshme, ja tu e ke dhe me hartë ndiqte dhe përcaktonte çdo ditë përbërjen e organizimit, dislokimit dhe lëvizjen e forcat armatosura të Serbisë mbi Kosovë, duke marrë raporte tepër sekrete nga shefi i shtabit përgjithshëm që komandonte, deri në komandante batalionet urdhrat që jepte. Dhe në këtë kohë u krijua një diferencë ja Pera Çavushi. Ja, shi harta. Jepte zbulimi jon. Edhe jepte, shko që jepte, radiogramet. Kjo njësi këtu, ky repar këtu, ky këtë fare dhe kur vinin informacionet tepër urgjent nga qendra rajone e zbulimit, i vinin ministri i Mbrojtjes dhe komandanti përgjithshëm, ngrihet Kadriazviu dhe shkon urgjent në qendrën atje. Dhe pa material ku dëgjoi jugoslavisht ai shefi i shtabit përgjithshëm, jep të komandantit divizionit, veproni këtu. Pra gjithë situata ndiqej dorë. Wow. Dora kuptova apo jo? Dhe aty tha me Hoxha, zbulimi i jashtëm agjentoror do lëshloje.
e bëri zbulimi ushtarak. Pela Çavushi ka qenë drejtor, i jep deklaratat politike. Nësa zbulimi ushtarak jep të komplet lëvizje e ushtrisë, komplet aty i përsëriti. Erdhi koha prapa të përsëriti operacioni shpërthimi. Tani kam një pyetje, a e morën vesh shërbimet sekrete jugoslave, serbe që Shqipëria kishte hartuar këtë plan? Jo. Se morën kur? Masi dolëm që publikuam neve. Nuk e mori vesh ndonjëherë. Jo, ka qenë tepër sekret. Ti beson që ne po ta sulmonim Jugosllavinë, ne do ta realizonim? Do të bëj gjak derdhje e madhe, përplasje e madhe. Varet dhe çka qëndrimi do marrë në shtetet e tjera. Nuk ishte gjë lehtë. Por ama ishte domosdoshme. Po pse nuk u bë plani? Të thash sepse nuk u bë ajo krizë e madhe politike dhe ndërluftuese. Një krizë politike. Midis tyre në Tito vdiq në 80 mos gaboj? Këto ishin shkaqet që u shmang. Po kur vdiq Tito, pse su sulmova se? Po pritje që ata që kërkonin të merrin në pushtetin, të kishin konflikte të midis tyre dhe populli shqiptar të ngrihen në këmbë të kërkonte drejtia. Po u ngrit shumë pak, vetëm Kosova. Këto tjerat jo. Po mirë në Kosovën. Pasta ki parasysh sepse vinë informacionet e qendrës shtetet të huaja kush do të për këtë luftë. Foto tjetër? Pyeti Amerika, pyeti kjo. Tani këtu ketë sa heronjë të eshtur që në fakt nuk ishin të zbulimit, ta ishin janë të kundër zbulimit sa. Brati Jorgo, Zia Kambo janë të gjithë të ushtrisë. Kam një pyetje unë. E di unë kjo nuk i luçi nga kuçi. Së pëlqen shumë. Tani kush është heroi? Ky kufitari dhe oficeri që mbronte kufit gjatë regjimit komunist apo diversanti që synonte të futej brenda kufit shqiptar dhe të rrëzonte regjimin komunist. Si do ta shkojmë historinë? Ushtari dhe oficeri kufirit ka për detyrë të mbrojë kufirin, sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Shqipërisë, pavarësisht se çka ka brenda politikës e vendit. Ai ka mision të mbrojë shtetin shqiptar, sovranitetin e tij. Edhe kur ai regjimi ishte gjakatar dhe komunist, ai ishte tjetër politik që takon të zgjidhet në rrugë demokratike me zgjedhje me gjitha tjera. Nuk zgjidhet duke përdorur kriminalët të hyrë brenda vendit. Pa ata janë heronj të vërtetë të Shqipërisë. Foto tjetër? Ja që ka shkruar Enver Hoxha. A ishin këta heronj? Thonja lartë është e shkëlqyer. Ato meritojnë heronjt e vdekur ose heronjt e heshtur që këto qeveri ka hedhur rrugë. Foto tjetër? E këtu ishte të ajo pjesa e ushtrisë. E kishim ne kapacitetin ushtrisë për të bërë atë luftë? Përse gjatë asaj periudhe që ekzistonte shteti centralizuar dhe raporti midis institucioneve nuk u vodh, nuk u shkatrua dhe nuk u doq asnjë repart, asnjë depo dhe asnjë tjetër, por në 97-ën u shkatrua ushtria, u vranë 3800 veta dhe u vodhën me miliarda armë naturale. Edhe atë përgjigjen. Pse u ndodh? Edhe pra ajo. Kishim shtet. Duan, s'duan, ne sistemi ti, ekziston shteti. Foto tjetër? Dhe mbas sa dhe një foto tjetër, se është e lidhur me atë foton që kim filmin e sqaruam, po kam një foto tjetër. Kim filmi ka qenë gjë shumë i fuqishëm, ka marrë shumë para. Ka marrë shumë para. Është paguar në jashtëzakonshëm. Tani George Tenet, që ishte nga Himara. Po. Ka qenë drejtësias. Dhe në libër shkruan që nga një vend në Shqipërinë e Jugut. Po. Jugu është Himara. I besoni ju asaj që ka thënë Berisha që ky ka gënjur presidentin edhe për Shqipërinë? Për çfarë ka gënjur konkretisht? Po për ngjarjet e 97-s. Ka gishtësia në ngjarjet e 97-s? Tani gjithmonë duhet maturi në çdo lloj përgjegjë njeriu.
Në ngjarjet e vitit 97, natyrisht që konflikti që krijoi Berisha me Amerikën influencua shumë. U krija ftofësia dhe erdhi zëvendës sekretari i Shtetit të Amerikës për vizitë në Shqipëri dhe presidenti i Shqipërisë e priti. Marrëdhëniet ishin të fundit fare dhe mëteja, kur po merrte zjarr Shqipëria, 2 helikopterë nga aeroplani John Kennedy, erdhi unë në ambasadën në stadion, në fushën e stadionit. Dhe ambasada u mbyll fare, pra e braktisi. Pra CIA ka pat probleme, edhe Amerika ka pat probleme me Amerikën, me Berishën, por e psoi Shqipëria. Pse Shqipëria? Qartë. Tani po të them diçka. Në lidhje me këtë që thot Berisha, harxhi që u bë zëvendës ministre punëve të jashtme, ja rrojme ka pat Turqia. Edith Harxhi dhe Mal Berisha bën një studim dhe botuan veprimtarinë e CIA-s kundër Shqipërisë në 97-ën. E madhe. Ai botimi e nxjerr komplet CIA-n që ajo ka qenë kryesorja e dramës së Shqipërisë në 97-ën. Kur Berisha e propozoi Zoli Haxhi para ambasadore në Amerikë, i vajti shkresa tek Alfred Mojsiu. Alfred Mojsiu ju paraqit materiali që është shkruar jo. Dhe ai vuri shënimin. Edhe po ta dekretoj se pranon Amerika. Edhe po ta dekretoj unë se pranon Amerika. Çfarë bëj? Po aty akuzohet atë. Dhe ti e kupton edhe ti që janë ngjarjet. Tani dua një gjë shkruaj se jemi në fund se kemi kaluar çdo limit në fakt për gjyqin e Hagës për atë që po ndodh me krerët e UÇK-s atje. Gjyqi i Hagës duhet të zhvillohet kundër intrusit të Serbisë, aktualisht Vučići, i cili ka qenë në zinxhirin e komandimit të Miloševićit për shkatërimin e Kosovës dhe vdekjen së opozicionit të Kosovës. Vučići ka qenë ministër i propagandës, zyrtar. Dhe sot është president dhe vazhdon rrugën që ka lënë Milošević. Ai ka vënë gjyqin e Hagës. Në raport me këta, më vjen shumë keq se edhe unë kam pjesën time për luftën shqiptare të Kosovës që është botuar, që ka Turqia bllokuar flotën ruse, hapën korridorin ajror, ndërtuam 4 qendra të mëdha të pritjes së Dirne në Shkupin e fare, po Thaçi ka boj shumë rënd në skenarin e tij për shkëndrimin e territoreve të Kosovës me atë. Dhe ishte një shtytje e madhe që dhe ai të shkon në burg. Por kërkojmë shpirtërisht sa më parë dal në burgu. Janë bitë e Kosovës që sakrifikuan jetën. Edhe po nëse kanë gabuar, kanë gabime shumë të vogla, ndërsa Serbia me Vučićin kanë faje të rënda. Zoti Limaj, intervista më e gjatë që kam marrë si gazetar në karrierën time. Të falenderoj shumë, ishte shumë interesante dhe nuk e teproj të them që Shqipëria ka një hero që quhet të heshtur, që quhet Airo Limaj. Unë jam biri Shqipërisë që juve, kemë detyrën. Prandaj jeni hero i jeshtur. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga Ura Lanqafoku, mirupafshim.